Gara e Big Brother VIP Albania po shkon drejt fundit. Mbrëm autori i emisionit tregoi se prajmin e radhës do të mund të dihet data e finales. Nga largimi i Valbonës, nga nominimi i fort kok më kok i Laertit me Valbonën, shtëpia po vije duke u zbrazur, e në këtë pikë ka mbetur lojtarët më të spikatur, por ajo që vihet në pa është shumica e banorëve të larguar, nga pyetja që i është bërë nga opinionisti Arbër Hajdari. Ata kanë thënë se fitues e shohin Gjestin, dhe sipas shumë sondazheve të realizuara nga media të ndryshme, Gjesti prind dukshëm si banori më i pëlqyer i këtij edicioni, por ku do të shkojë çmimi i madh mbetet të shihet. Fansat mendojnë se katërshja finaliste mund të jetë ndërmjet Gjestit, Rozanës, Laertit e Gertës, duke lënë jashtë të dyshen Lori Jozi, që shumë kush Lorin e ka konsideruar lojtaren më të hareshme të këtij edicioni. Duhet thënë se të gjitha dinamikat e shtëpisë që nga hyrja e Gjestit në Big Brother i ka krijuar vetë ai, ndërsa dyshja Gjesti Egli, kohëve të fundit që nga rihyrja e kësaj të fundit në shtëpi nuk është se kanë gjetur paqe. Ndërsa me Rozanën, Gjesti ka pasur një prej raporteve më të mira në shtëpi, dhe pse shpeshherë kanë pasur ulje dhe ngritjet e veta në raste kur është dashur të jetë, shoqja Rozan ka qenë aty për Gjestin. Mbrëm kanë qenë nominimet e para që banorët i kanë bërë të hapura, domethënë me prezencë të njëri tjetrit, ndërsa një moment kulmor ishte takimi i Gjestit me prindrit e tij pas një kohe shumë të gjatë.